Gridi, ka pasur një përplasje në kampin e Partisë Demokratike ku Ervin Saliani ka kërkuar dorëheqjen e Flamur Nokës, nisur edhe nga, po themi, një lloj keq kuptimi apo një lloj gabimi taktik që opozita bëri lidhur me zgjedhjen e avokatit të popullit. Si e shikoni këtë përplasje brenda kupolës së Partisë Demokratike dhe a besoni që mund të ketë, po themi, mundësi që Partia Demokratike ose të ringrihet përsëri, apo besoni që Ervin Saliani me lëvizjen që po bën, ndoshta mund të krijojë një parti tjetër dhe Partia Demokratike nuk mund të rigjenerohet derisa në krye është Sali Berisha. Pra, si e shikoni këtë moment kyç të PD-s? Pikë parim, duhet të them që unë nuk jam aq bujar në gjykim sa ju, unë nuk mendoj që ky ishte një gabim taktik. Unë besoj fort që ishte një marrëveshje e thellë midis të dyja palëve. Kjo tani më bëhet thjesht për konsum publik. Kjo zhurma është thjesht për konsum publik. Po, ajo është një çështje e cila nuk duhet na interesoj shumë. Pyetja juaj është për sa i përket mekanizmave të brendshëm të asaj që quhet Partia Demokratike. Partia Demokratike nuk ekziston më si një entitet politik. Është tani më një trust kriminal i cili ka vetëm një objektiv, ë ë është një trust kriminal me pronësi familjare të familjes Berisha, i cili ka vetëm një objektiv: ruajtjen e sigurisë fizike dhe ekonomike të familjes Berisha. Të gjitha të tjerat janë përralla. Partia Demokratike si entitet politik, si grupim politik me ide, pavarësisht se shpesh herë ato ide shkeleshin etj etj, ka përfunduar në vitin 2013. Në atë pikë kur kryetari legjendar i saj dhe kryetari aktual e shiti partinë tek një njeri që e dinte boll mirë se kush ishte dhe e shiti në këmbim të mosprekjes së interesave të tij familjare, dhe në vitin 2021 kur ju prekën interesat e tija, deklaroi hapur përpara shqiptarëve që tani më marrëveshja nuk ekziston, unë rikthehem në lojë. Këto janë fjalët e tij, nuk janë fjalët e mia. Shkoni shihni tek foltori e parë, në 3-4 takimet e para kur gazetarët e pyesin, këtë ka thënë Sali Berisha në atë kohë. Marrëveshja mbaroi, unë rikthehem në lojë më i fuqishëm se më parë. Pra, nga ky pikëvështrim, të gjitha këto janë një farsë e madhe e Endrit Shabanit. Të gjithë e dinin se kush ishte zoti Shabani, të gjithë e firmosën atë punë. Këta sigurisht që punojnë bashk, duke i shkelur syrin njëri tjetrit. Mirë po, thelbi pyetjes tuaja është diku tjetër. Ju bashkë me të gjitha mediat e tjera, nuk është që po ju fusin në të njëjtin kazan, po them që shumica e mediave në Shqipëri e trajtojnë si çështje serioze këtë çështjen e Salianit ose dikujt tjetër, se sot është Saliani, nesër do jetë dikush tjetër. Këto janë thjesht përplasje të disa njerëzve të cilët e ndjejnë veten më lart se sa ju a garanton struktura kriminale e këtij trusti. Pra, lufta nuk bëhet për ta ndryshuar Partinë Demokratike, për të dhënë një frym të re, siç thot ai zotëria. Fryma bëhet që kush do të ketë të ardhura më të mira brenda kësaj strukture. Zoti Saliani mendon se është më i zoti për t'i shërbyer kryetarit se ai zotëria tjetër Qesharak, që është sekretari i përgjithshëm. Kështu që është thjesht një çështje që ai zoti Saliani ka një drejtë që është kapur tek një njeri Qesharak, të cilin Sali Berisha është i detyruar ta mbajë aty sepse është i vetmi të cilin mendon se e ka besnik deri në fund. Por zoti Saliani ka një objektiv shumë të thjeshtë, një njeri qesharak. Dhe ata që e mbrojnë zotin Berisha sot janë po ashtu po aq qesharak. Megjithatë edhe Sulmi është po aq qesharak, Saliani nuk ka asnjë lloj ide, është një njeri që i shërbeu Sali Berishës aq sa mundi kur mendoi se mund bënte karrierë, pastaj i shërbeu Lulzim Bashës me shkop bejsbolli në dorë, e tani mendon se atë shkopin e bejsbollit mund t'ja kthej kryetarit përjetshëm. Unë mendoj që është i vetëdijshëm që nuk ka për ta marrë Partinë Demokratike, po thjesht po i bën hyzmetin një cope kocke që do të marrë një grup njerëzish nga Partia Demokratike dhe do të kalojnë në vete në zgjedhjet e ardhshme, dhe kjo do të jetë zgjedhja e tij. Do thotë, unë e bëra betejën brenda Partisë Demokratike, unë jam demokrat i vërtetë etj etj. Është një nga të shumtët. Partia Demokratike si organizëm politik që i shërben opozitë, që i shërben do t'i shërbente shqiptarëve shumë një organizatë politike e cila të ishte vërtet në opozit me duqjen e Sorrelit, nuk ekziston. Është thjesht një shtojc, një këmbë e tavolinës së Parisë së Tiranës.
Gridi, si e vlerësoni vendimin e gjykatës kushtetuese për të rikthyer në detyrë Belinda Ballukun? Është pjesë e kësaj betejë të vazhdueshme ndaj organizmave të drejtësisë, të cilat nuk i kontrollon drejt për drejt kryeministri. Pra, është e vetmja pjesë që ai nuk kontrollon dhe duke mos e kontrolluar nuk ka besim tek ajo normalisht sepse e di se çfarë ka bër. Tani gjykata kushtetuese, pikë pari vendimi ishte i ka lënë shteg gjithçkaje, sepse me datë 22 janar, sipas asaj që unë lexova në atë vendim, do të merret vendimi për substancën, për thelbin. Për momentin është pezulluar vendimi i heqjes së kompetencave të saj, apo jo. Pra me 22 janar është pjesa e dytë e ndeshjes. Pra gjykata kushtetuese është një nga këto grupimet të mbushura nga Paria e Tiranës, të cilat kanë privilegje për shkak të Parisë Tiranës. Mirë po, këto grupimet e interesit, të cilat kanë marrë privilegje prej kohësh nga Paria e Tiranës, nuk kanë lidhje shpirtërore, nuk kanë lidhje ideologjike, nuk i lidh gjë këta përveç se paras, përveç se përfitimeve që kanë marrë. Dhe këto lloj grupimesh, të cilat nuk bazohen tek ndjenja kombëtare, tek ajo që është familja kombëtare shqiptare, këto lloj grupimesh ashtu si të përqafojnë, ashtu si të mbështesin, ashtu dhe të lëshojnë, sepse ata e bazojnë gjithçka tek interesi i tyre. Dhe sipas asaj që u raportua nga kolegët tuaj mediatikisht, unë nuk e di sa e vërtetë është, por ishte 4-4 ndarja deri në minutat e fundit dhe 4 prej tyre praktikisht i kishin premtuar tjetër kujt që do ta mbanin votën në barazim dhe barazimi do t'i voliste palës akuzuese. Mirë, por në momentin e fundit dikush mori një mesazh, ndoshta kërcënues, ndoshta një mesazh të një lloji tjetër, unë nuk mund ta di këtë, po besoj që në vitet në vazhdim do të dalë e vërteta, mori një mesazh dhe shkoi nga 4-4 në 5-3. Po 5-3 gjithsesi e lë hapur këtë lojë. Ndaj dhe zoti Rama sot del dhe i bën karshillok ndërkombëtarëve, që themi, që mos ta them rrugës Elbasanit, sepse ndoshta nuk është vetëm rruga Elbasanit që është mbështetëse e Spakut, ka dhe shtete tjera evropiane të cilat janë fort, si Gjermania, Austria e tjerë, të cilat janë fort mbështetës të Spakut. Por zoti Rama, kryeministri jon, ka dalë sot dhe i shpall luftë të gjithë këtyre interesave, sepse tani më ai e sheh veten tërësisht të rrezikuar prej tyre, tani më ai nuk ka më çfarë të ruhet, s'ka pse të ruhet më. Ai ka frikë se grupimet që e mbështesin do shohin dobësi dhe duke parë dobësi ata do të fillojnë ta lëshojnë dhe në momentin që fillojnë të lëshojnë grupimet që janë baza e pushtetit, atëherë zoti Rama bëhet i pa dobishëm edhe për ato rrjetet e thella të Paris, të cilat kontrollojnë lojën nga mbrapa perdeve. Pra, zoti Rama e ka këtë betejë vdekje prurse, për jetë ose vdekje. Nëse nuk e fiton këtë betejë, zoti Rama nuk ka më vend politikën shqiptare dhe atyre që nuk kanë vend më në politikën shqiptare ju rrezikohet gjithçka. Besoni që Spaku do marrë, po themi, hapa të tjerë ndaj Belinda Ballukut në të ardhmen? Po kjo nuk ka dyshim, sepse zonja Balluku akuzohet për çështje jashtëzakonisht shumë serioze. Pra ka dy zgjidhje kjo punë. Unë nuk e di se cila është dosja, se çfarë ka brenda në detaje dosja kundër zonjës Balluku. Mirë po, ajo që unë shoh është që Spaku ka filluar këtë punë me sistematizëm. Pra, i ka marrë punët shtruar, thot populli i mençur shqiptar. E ka marrë shtruar duke filluar tek gjëja më e thjeshtë, duke filluar tek tenderi, tani kanë filluar të hynë brenda instrumentave që janë përdorur për ta bërë tenderin, kanë sekuestruar telefona, nga ata telefona kanë dalë të dhëna të tjera, pra është një është si përhapet boja, ashtu po përhapet edhe Spaku, po i hyn në qeliz rrjeteve kriminale, të cilat për të thënë të vërtetën, diskutohen për tavolinat e Tiranës. Ju me kolegët tuaj nuk keni nevojë që të shihni në Spak se ku janë lidhjet e cilat janë lidhjet. Thjesht, tani më Spaku ka detyrën që t'i vërtetoj ligjërisht, që është një standard shumë më i lartë se sa standardi i tavolinës, dhe këtë punë po bën. Sigurisht që dikush që ka frikë nuk jep dorëheqjen dhe thotë që unë do të përballem me drejtsinë. Dikush që ka frikë
i bën luftë edhe kryeministrit vet, thjesht për të ruajtur pushtetin, sepse e di zonja Balluku nuk është e pamençur. E di shumë mirë që nëse bie nga pushteti, asgjë më nuk ka, asnjë lloj pushteti nuk ka më, do ta lëshonin të gjithë brenda grupimit që ajo vet ka krijuar. Pra, dinamika e grupit është një dinamik që edhe i ka mbajtur këta në pushtet, edhe është dobësia më e madhe që këta kanë, sepse grupet që këta kanë formuar janë të paqëndrueshëm, bazohen thjesht në interesa, dhe interesi sot të mban, nesër të lëshon. Ka pasur një përplasje me institucionin e BKH-s, pra Byros Kombëtare të Hetimit, të cilët kanë shkuar në kryeministri dhe sipas Ramës ata nuk kanë pranuar të dorëzojnë armën e tyre. Si shikoni këtë reagim të zotit Rama ndaj hetuesve të BKH-s, madje duke i cilësuar dhe trimoshat e BKH-s, pra çfarë është kjo përplasje mes kryeministrit dhe një institucioni hetues siç është BKH-ja? Pikës pari duhet ta filloj duke ju kujtuar se në një intervistë më parshme ju a kam shprehur fare qartë dhe pa doreza që Paria e Tiranës i ka shpallur luftë institucioneve të drejtësisë dhe për rrjedhoj, për zgjatim atyre mbështetësve perëndimor të institucioneve të kësaj drejtësie. Pra, duhet thënë që ajo që ju pata thënë po vërtetohet për ditën më tepër, sepse tani këta po dalin sheshit. Reagimi i kryeministrit është pikërisht në këtë vazhd, nuk është i pari, ka pasur reagime me sinjale shumë kohë më parë, por tani më me sa duket kryeministri sheh që nuk ka më se ç'të humb për shkak se po ngushtohet laku. Duhet parë në një pikëvështrim pak më të gjerë. Unë gjithmonë kam dëshirë që t'i shoh gjërat në një pikëvështrim më të gjerë dhe jo thjesht në banalitetin e asaj që përdor politika e ditës. Kryeministri përpiqet ta banalizojë në çështje patllakesh sepse njerëzve ju pëlqen kur ai i thot në këtë lloj mënyre. Mirë po, kjo është diçka shumë serioze dhe nuk mund të merret me karagjozllëk, se kryeministri nuk është kryeministër as i Portokallisë, as i Al Pazarit, me respektin më të madh për ato dy emisione humoristike. Kryeministri është kryeministri i Shqipërisë, një shteti, dhe përfaqëson në fakt Shqipërinë dhe nuk mund të sillet në këtë lloj mënyre as brenda institucionet brenda vendit, as me ato jashtë vendit. Ajo çka po duket është se Paria e Tiranës ka filluar tani më të ketë frikë realisht, sepse është i ftoi njerëzit, me që zoti kryeminist ka qejf që të bëj kështu metafora që t'i kuptojnë njerëzit, dhe unë dua ta thjeshtoj pak. Paria e Tiranës është si një tryezë druri me 4 këmbë. Dhe që në fillimet e veta, BKH-ja, Spaku, gjitha këto organizmat brenda shtetit, të cilat këta vet, mos të harrojmë, i aprovuan 140-0 me anë të një SMS-je të ish ambasadorit amerikan, i cili ju tha deri në 12 dua të votuar, për ndryshe do filloj t'ju nxjerr dosjet. Dhe këta e votuan 140-0, duke menduar se rrugës do ta hollojnë këtë efektin e këtyre institucioneve të drejtësisë. Janë përpjekur, ka një grup brenda Spakut i cili ende ka lidhje shumë të forta me Parinë e Tiranës. Mirë po, te kjo tryeza me 4 këmbë, njëra këmbë është qartazi e ndryshkur tani më. Këmbët e tjera kanë filluar të lirohen pak nga pak dhe ideja është që duke e parë që janë liruar kaq shumë këmbët, Paria e sheh që konstrukti nuk mund të qëndrojë më dhe ka filluar sulmin e hapur sepse nuk ka më ç'të humbë. Edhe institucioni BK-s ka mundur që të qëndrojë i heshtur dhe ka pasur një reagim duke u përgjigjur kryeministri Rama, duke i theksuar që nuk ka pasur asnjë përplasje, thjesht një nga hetuesit ka kërkuar që të di se ku mund të vendosen armët dhe çdo gjë ka shkuar sipas procesit. Pra, duke që është më shumë një lojë e Ramës për të thënë që shiko, këta hetues janë arrogant, janë të paditur, shkojnë nëpër institucione dhe krijojnë problematika, sesa në të vërtetë sesa një problem i vërtet institucionesh, pra mes BK-s dhe Këshillit të Ministrave e para. E dyta, pse kjo lojë, pra në këto momente e Ramës me BK-n, çfarë po ndodh realisht underground? Atëherë unë sapo jo thash që banalizimi i çështjes nga kryeministri është me vetdije.
Kryeministri është një lojtar tashmë i thekur politikisht për të përdorur një gjuhë popullore dhe nuk bën asnjë lloj veprimi, nuk bën asnjë lloj dalje publike, sidomos në raste të tilla ku çdo gjë varet në balancë, nuk bën dalje të tilla kot. Çdo gjë është e mirë menduar me një objektiv të caktuar. Pra, kryeministri zgjodhi ta banalizojë një incident të vogël për të shprehur tani më sepse ai do të luftoj haptasi kundër këtyre institucioneve. Ajo që nuk thuhet aq shumë sa duhet është që është një gjë tjetër që në një nga bisedat tona të mëparshme unë ju a kam shtjelluar gjëre gjatë, është që këta punojnë bashkë kundër institucioneve të drejtësisë. Nuk në një mjedis ku spaku tani më haptas po shkon në kryeministri. A shikoni ju të ashtu quajtur në opozitë që të dalin mbrojtje spakut? Përkundrazi. Keni atë po themi lajmësin e kryetarit në burg të Partisë Lirisë, i cili sot doli dhe dha një deklaratë shumë luftarake kundër spakut. Keni pjesën tjetër të së ashtu quajturës opozitë që luan rolin e vet, duke mbjellë mosbesim të vazhdueshëm tek organizmat e drejtësisë. Pse ndodh kjo? Sepse këta të gjithë rrezikohen nga i njëjti problem. Është dhe dua ta theksoj sërish, është një tryezë me katër këmbë, të cilat të gjitha po dobësohen pak nga pak dhe pesha e krimeve të tyre mund t'i zërë brenda. Kjo është frika e tyre. Këtë frikë ka Edi Rama sot dhe nuk është thjesht Edi Rama, duhet t'i ftoj të gjithë njerëzit që ta shohin, këtu është duke rënë sistemi që këta kanë ndërtuar. Pra, në qoftë se bie Edi Rama, bie sistemi. Sepse Edi Rama sot për sot, mendojeni me logjik, sot për sot është njeriu që kontrollon gjithçka. Këtë e thot edhe opozita apo jo. Pra, nuk keni nevojë të më dëgjoni mua. Në qoftë se Edi Rama kontrollon gjithçka dhe Edi Rama mundet të bjerë, atëherë cilat janë pengesat që të binë edhe të tjerët? A mos mendoni ju vallë që lojtarët e tjerë në lojën politike të Shqipërisë këtyre 35 viteve nuk janë të korruptuar? Kjo do të ishte një qesharakëri e madhe me këdo që e njeh situatën në Shqipëri këto 35 vite. Pra, mund të diskutojmë, pra ka njerëz militant të thekur të cilët dëshirojnë të besojnë se pala jonë është më pak e korruptuar se sa pala tjetër, po askush serioz nuk mund t'ju thoj që nuk ka korrupsion. E po në qoftë se bie më i fuqishmi ndër ta, që ka kapur të gjitha pushtetet, diktator duqja, siç e quaj unë në mënyrë informale, në qoftë se e zë pesha e krimeve të tranzicionit atë brenda, çfarë mendoni ju se do i ndodh të tjerëve? Atëherë, të gjithë bashkë këta kanë një interes thelbësor, jetik, për të punuar kundër spakut. Do doja të dilja edhe tek një pikë vështrim tjetër, që besoj që në pyetjet e mëardhshme do ta shtjelloj më gjerë, po mënyra se si është ndërtuar sistemi nuk i shërben interesave kombëtare shqiptare. Nuk i shërben asaj që do të ishte më e mira për kombin. I shërben thjesht grupimeve, të cilat janë mbledhur rreth këtyre personazheve për të përfituar ata, familja, grupimet e tyre e të tjerë e tjerë. Pra, në këtë mes, i vetmi që humb është kombi shqiptar. Dhe ata që humbin më shumë janë ata shqiptarë, ata njerëz brenda shtetit londinez, të cilët e ndjejnë veten si shërbëtor të kombit, por bëjnë marrëveshje të përkohshme me shtetin e kontrolluar nga Paria e Tiranës, atë që unë e quaj shteti anti-shqiptar, dhe ja mundsojnë këtij shteti lëngatën sa më të gjatë, por tani më po duket qartë që është lëngatë dhe nuk ka ku shkon ndryshe përveç se një lëngate ose më të gjatë ose më të shkurtër, por smundja është vdekje prurëse. Gridi në fakt në ngërhakimin e sotëm Rama tha që ka ardhur momenti që të ketë një reflektim të thellë ndaj këtyre problemeve siç i quajti ai me BK-n dhe Spakun. A është kjo një paralajmërim që në të ardhmen Rama mund të marrë edhe iniciativa ligjore për të ndryshuar ndoshta kompetencat dhe për të kufizuar, po themi, hapësirën ligjore të Spakut dhe të BK-s? Edhe këtë, më duket pak vetja si Beluli tani, dhe këtë jo kam thënë në një intervistë më parshme. Sepse nuk është që ka ardhur koha që Rama ta bëj këtë punë. Rama ka disa vite që e bën këtë punë. Komisioni Xhafa ka të paktën një vit e gjysmë që është ngritur, me sa di unë, apo jo. Përpjekje të tjera të mëparshme ka pasur gjithsesi për mos financimin e spakut e gjëra të tilla. Pra, kjo luftë nuk fillon tani.
duhet jemi të ndërgjegjshëm. Kjo luftë vetëm bëhet e haptas tani. Tani më kryeministri, ashtu si dhe kryetari i tash të quajturës opozitë, Partisë Demokratike, dhe ai kryetari i pjesës më të vogël të tash të quajturës opozitë, Partisë Lirisë, që ndodhet në Burg, nuk kanë më ç'humbin. Tani më ata duhet t'ju shpjegojnë militantëve të tyre, atyre pak njerëzve që i ndjekin verbërisht, se nuk kemi më, nuk mund të pranojmë më këto padrejtësi që na bëhen, sepse po na bien në qafë. Dhe po na bien në qafë do të thotë kjo, do të thotë këtë gjë, që po na marrin bukën e përditshme. Pra këto paratë që ne vjedhim, ju vjedhim shqiptarëve, i kemi shpërndar edhe me ju, dhe në qoftë se ne bijem, ju nuk mund të vjedhni më bashkë me ne. Kjo është praktikisht këtë po thot, nuk e ka hallin fare as ke drejtësia, as tek garantizmi drejtësor i drejtësisë, e të gjitha këto janë të gjitha prralla. Nuk mund t'ja tregojnë dot më shqiptarëve mbas 35 viteve. Ndoshta në atë fillim mund t'i besonte dikush, po tani më nuk ka më garantizëm ligjor ndër këta. Këta i përdorin mekanizmat ligjor me shumë finokëri, me njerëz shumë të ditur, se ka brenda Paris Tiranës njerëz të cilët e kanë ndërtuar vetë sistemin dhe ja njohin të gjithë kthinat. Mirë po, këta njerëzit e ditur punojnë thjesht për të devijuar disa lloj kanalesh dhe jo për të ndërtuar kanale të qëndrueshme që të shërbejnë shqiptarëve. Këtë po bën kryeministri, këtë do të vazhdoj ta bëj, madje kjo luftë do të bëhet edhe më e ashpër. Tani më do dalim hapur, tani më unë parashikoj që të kemi goditje ndaj institucioneve të drejtësisë, të drejtë për drejta, heqje kompetencash, ose përpjekje për t'ua hequr kompetencat dhe përplasje të drejtë për drejtë me ato organizma që i mbështesin. Pra do të kemi, siç e kam thënë në një intervistë tjetër, jemi shumë afër një lloj shndërrimi të gjendjes, nga një gjendje e qetë pa probleme në një gjendje me shumë probleme, që i përngjan vitit 1996.